Ndaj kam deri sot të ftoj një kampion, sporti dhe politike, që të flasit për zhvillimin e Renald Berat. Fidel Ylli. Shpesh herë fushatat elektorale kthehen në tribuna premtimesh që përgjithsisht gjenerojnë dhe zemërim në popull. Dhe unë sot dua ta filloj me një shprehje të ish presidentit të Bosnjë e Hercegovinës, Alija Izetbegović, i cili thoshte: "Unë besoj se popullit në vend të gënjeshtrave të bukura duhet thënë e vërteta, sado e hidhur që t'jetë ajo." Dhe unë mendoj që popullit Beratit nuk mund t'ia shesësh si një gënjeshtër të bukur që në Shqipëri janë bërë 10.000 kilometra rrugë. Pasi nuk mund të vish si kryeministër disa ditë më parë dhe të flasësh që kemi bërë kilometra të tëra në gjithë Shqipërinë, kur ne vetë e prekim çdo ditë, duke filluar nga Urakuçi dhe deri lart kufi me Severani dhe Miçën, se në zgjendje katastrofike është i gjithë qarku i Beratit për sa i përket rrugëve. Dhe nuk mund të gënjesh popullin e Beratit si në 2009 me 2 kilometra rrugë në hyrje të Beratit, me 3 kilometra rrugë në Roshnikut, apo me 2 kilometra tjera në rrugën e Sinjës apo të Labardas. Mirë janë bërë që janë bërë, po ku rruga kryesore, Lushkje Berat, rruga nacionale që është përgjegjësi themelore e qeverisë për të bërë këtë aks kaq të rëndësishëm në këtë qark me vlera, është katastrofë vërtet. Dhe 2 ditë më parë, pronari i qeverisë u zotua se do të rrisin punësimin. Dhe më vjen keq se kudo që shkon, i sjell me autobus ata njerëz, i mban me pahirë dhe i flet për punësimin. Në një kohë që qarku i Beratit është ndër 2-3 qarkët me papunësinë më të madhe në të gjithë Republikën. Kjo është një gënjeshtër shumë e madhe për të besuar. Po këtë javë zëvendësministri i rendit na foli se kemi në kontroll krimin. Situata e rendit dhe sigurisë qytetarëve është në kontrollin e dur. Qeveria ka punuar shumë në përmirësimin e veprave penale. Dhe unë i them, po, ka punuar mjaft mirë, i ka perfeksionuar ato sa të gjithë veprat penale që të gjithë qytetarët shohin çdo ditë nëpër ekranet e televizionit janë kthyer për skenar filmash horror. Është e tmerrshme kur çdo ditë vrasje, krime, nëna që vishen me zeza, të rinj që marrin rrugë të emigrimit në 2013 se nuk kanë siguri në vendin e tyre. Një gënjeshtër tjetër e kësaj qeverie, sidomos për qarkun tonë, është që thotë kemi çuar kabllin e internetit në çdo shkollë. Kabllin mund ta ketë çuar në Berat, ndoshta këtu në qytet, ose në një komunë të afërt, për të bërë një tender dhe për të përfituar dikush. Po le të vinë çik në atë skraparin e largët, në këto zonat e Berat dhe këto komuna thella, që përveç kabëll që nuk ka, po nuk ka shkolla, po përveç shkollave të rënuara nuk ka as nxënës. Po dhe ata pak nxënës që janë, duan 2 orë për të shkuar në shkollë dhe gjatë 2 orëve të udhëtimit në kohë të keqe me shi, me bart, duhet kalojnë dhe lumin, po kur shkojnë ke lumin nuk ka as urë dhe rrezikojnë dhe jetën e tyre. Dhe pa ju dridhur syri kryeministri i vetmisë madhe, thërret nga çdo tribunë se ka shtuar numrin e vizitorëve dhe turistëve për çdo vit. Në një kohë që po të shikoni te check-ini në aeroport ku hyn dhe dalin, do të shikosh Sali Berishën, Jozefinën, Majlinda Bregun, obortarët e tyre. Që vetëm udhtojnë me paratë e taksapaguzëve shqiptar, duke bërë atë propagandë dhe duke thënë që Shqipëria është e dyta mbas Gjermanisë, jemi me ritme për të kapur zhvillimin e Kinës dhe Beratit, që i ka dhënë gjithë resurse kaq të mrekullueshme, siç janë ato kishat e mrekullueshme të Perëndisë,
si që është ky qytet 2400 vjeçar, me këto muzeume të mrekullueshme, me Mangalemin, me këto lagje të cilat janë krijuar në ato kohë 2400 vjet përpara, për të kaluar disa makina të lehta ose për të kaluar karroca dhe kuaj, po jo për ta bërë këtë qytet të tillë që nuk ka një unaz dhe kaloni gjithë mermeri dhe makinat e rënda në qendrën historike. Për të ardhur këta turistë dhe për të parë Bogovën, për të parë atë malin e mrekullueshëm të Tomorit, që po të hapet historia e tij, mund të ndryshojë dhe historia e Ballkanit, se ka qenë vendi i qytetërimit. Për të parë ato kamionet e mrekullueshme të Skreparit, po si mund të shikosh ato kur Sali Berisha ne na flet për turizëm, kur këtu nuk ka rrugë, kur këtu lërohet me mushka akoma, kur këtu ka vetëm papunësi. Të gjitha këto politika janë jo se ky popull nuk i meriton, por në 2 dekada këtu ka qenë një papërgjeshmëri e politikës. Po, e them e politikës dhe e politikës në përgjithësi. Dhe duhet jemi dhe ne, socialistët autokritik, se në fundit kanë qenë 8 vjetë në qeveri. Në qoftë se nuk do t'i themi të vërtetat ashtu si që janë, do të bëhemi besoj të pabesueshëm tek njerëzit. Gjithsesi, nuk duhet mohoj një fakt, një të mirë që i ka bërë Sali Berisha, Partia Demokratike, dhe kjo maxhorancë në 8 vjet të qarkut të Beratit. Është që të mirë që të gjithë të majtët djathtë jemi të bindur, sepse kjo qeveri e ka shkatëruar me politikat e saj këtë qark të mrekullueshëm dhe me 23 qershor të gjithë jemi të bindur që kjo qeveri duhet shkullur nga vendi. Që mbas 23 vjetësh dhe qarku i Beratit dhe i gjithë Shqipëria të ketë mundësi të rilindë. Pak ditë më parë, këtu në shëtitoren e Beratit, më kapin 2 veteranë. Duke kaluar Mazdita aty, thot Fidel, duam të pim një kafe me 2. Pa tjetër i thash, nuk i njëja, mu prezentuan, edhe ullëm në tavolinë aty, dhe unë me atë pasionin tim për i flitsha për sportin. Për atë detyrë që Partia Socialiste mua më ka ngarkuar si kryetar i Komisionit Sporteve për të udhëhequr një komision për të rilindur Shqipërinë dhe në sport, ku Berati ka pasur një traditë të mrekullueshme, ka nxjerrë dhe kampiona Europe dhe kampiona bote në disa sporte. Dhe mbasi plaku më dëgjoi me shumë vëmendje, tha, të dëgjova më birë, më tha mua, flet shumë mirë, tha, për këtë ëndra që ke, tha, dhe jam i bindur, tha, që i beson këto që thua, tha, dhe do t'i bësh realitet. Dhe më nxjerr nga xhepi një cop letër dhe më thot, Marvit del thot, po këto faturat e dritave, thot, po këto ilaçet, thot, po këtë qera, dhe po shumë probleme tjera, listën të furra e bukës të ushqimorja, kush do mi paguaj, thot, se pas sport, thot, mund të rrim 1 muaj, 2 muaj dhe 6 muaj, thot, po në fund, thot, si do t'ja bëjmë. Me thënë drejtën, unë djeva kej dhe i tharë Xhaxha, Partia Socialiste mua vërtet më ka vënë, thash, të udhëheq një komision. Po duhet dish një gjë që dhe nëpërmjet sportit, thash, ky komision do të ndikojë dhe në jetën tënde, dhe në jetën e nipërve dhe të mbesave të tu. Pasi ne nëpërmjet programit sportit kemi një strategji për të rritur punësimin, ku në projektin tonë do të rrisim 1200 vende pune të gjithë kuadrove të edukimit fizik që mbarojnë Universitetin e Sporteve dhe nuk kanë vende se ku të punojnë dhe marrin rrugë të emigrimit. Sepse Partia Socialiste dhe Edi Rama shëndetin e ka asetin më të vyer të qytetarëve, jo vetëm Beratit, por të gjithë Shqipërisë. Përveç Komisionit të Sporteve, që është një komision i rëndësishëm në ndrimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, në ato sfida që jo vetëm unë dhe kolegët e mi, i kemi sfida kulturore dhe sportive, sepse për të ngrënë, i thash Xhaxha, mund të haj buke dhe kafsha. Por duhet dini një gjë, që duhet i japim vlerë
të gjithë qarkut tonë, duhet të japim vlerë Beratit, duhet të japim vlerë Shqipërisë me imazhin që ne nëpërmjet sportit, nëpërmjet kulturës do të rrisim performancën tonë në përballë që të kemi mundësi me këtë imazh të sjellim sa më shumë turistë. Duke sjellë sa më shumë turistë do të kemi mundësi të rrisim punësimin nëpërmjet imazhit që do të krijojmë nëpërmjet sportit. Do të rrisim edukimin, do të shtojmë orët e mësimit në shkolla, do të rrisim klasat sportive që kanë qenë ato fidanishte të kohës së Kovacit, të Kokalarit, të Miles, të atyre sportistëve të mrekullueshëm që e kanë mbajtur adrenalinën e këtij qyteti gjithë kohës ngritur, të atyre ish mundsave nga Raqkule, nga vëllezrit Keli, nga vëllezrit Dhelpra, Flataraku, e shumë sportistë të Beratit që i kanë dhënë imazh të qytetit, nga gjimnastë mrekullueshëm, nga peshkërit Sat Hoxho, e shumë sportistë që ne nëpërmjet sportit do t'i japim vlerë vetes tonë. Dhe duke bashkëpunuar, i thash, me të gjithë komisionet e tjera, kështu do të bëjë dhe Komisioni Bujqësisë, kështu do të bëjë dhe Komisioni Arsimit, kështu do të bëjë dhe Komisioni Shëndetësisë, me politikat që gjitha këto komisione rakordojnë me njëri tjetrin. Ne këtë herë kemi bërë një program të mrekullueshëm të udhëhequr nga Dirama për një rilindje shqiptare. Dhe kryesorja është që për të përmbushur qëllimin kryesor që ka Partia Socialiste dhe Dirama nëpërmjet këtij programi për rilindje shqiptare, është që të kthejnë në punkt të shoqërinë, të cilën sistemi i kaçakëve e ka kthyer në një shoqëri parazite. Ky është qëllimi kryesor i programit Partisë Socialiste. Dhe në fund, për ta mbyllur, i them xhaxha, kjo qeveri jo vetëm në 8 vjet, por sigur dhe 80 vjet të jetë në pushtet, nuk do të bëj asgjë. Se më tha, po mirë, si kanë bërë këta në 8 vjet? Si s'kanë ardhur? Jo 8, po 80 nuk do të bëjnë këta, thash se këtu është prishur i gjithë sistemi. Sepse këta janë bërë pronarë dhe padron të qeverisë, ta nuk i mendojnë qytetarët që janë një aset i rëndësishëm dhe është vota ajo që ti mund qeverisësh. Dhe nëse vjen në mënyrë të pamerituar, ashtu do të ikësh siç do të ikë Sali Berisha dhe kjo qeveri me 23 vjet. Pak ditë më parë u aprovua në parlament një ligj për uljen e taksave të makinave. Dhe imagjinoni se çfarë politika është bën Sali Berisha, në një kohë që një pjesë e qytetarëve këto taksa i ka paguar. Dhe ai për arsye fushate për të marrë disa vota thotë ja u kam falur. Po ju që i keni paguar, si do t'ja bëni, do t'ja u kthejmë mbrapa? Pra këto janë politika të mbrapshta kësaj qeverie, që nëpërmjet taksave do të kishim mundësi të bënim një shkollë më shumë këtu në Berat. Do të kishim mundësi të bënim një palestër më shumë, një qendër shëndetësore. Por në fakt, ky shtet abuzon. Ky shtet abuzon dhe unë mendoj që 23 qershori ne duhet na gjej bashkë, sepse ne këtë radhë jemi bashkë. Jemi bashkë e gjithë opozita e bashkuar. Jo se kishim frikë që ne të kandidonim vetëm për të shkullur të qeverit papërgjeshme. Por, duke parë, duke rrugtuar në të gjithë Shqipërinë, nga Kukësi deri Sarandë, është një situatë jashtëzakonisht e keqe. Kjo nuk ka të bëjë thjesht me një propagandë që ne duhet të bëjmë se jemi në kohë dhe na duhen ca vota. Të majtë të djathë. Duhet një rotacion politik. Dhe ne për të pasur një garanci më shumë se 100%, jemi bërë bashkë me gjitha aleatët tanë në mënyrë që të shërbejmë sa më mirë popullit shqiptar, të kemi mundësi ta shkullim të qeveri që për 23 qershorin është shansi i fundit i gjithë shqiptarëve për ta rilindur Shqipërinë. Dhe njerë, dua t'ju falenderoj dhe dua shkurtimisht për t'ju bërë një prezantim shumë të shkurtër të gjithë këtyre projekteve rajonale që Partia Socialiste për fat në bashkëpunim me të gjitha
bashkitë tona, duke filluar nga Kuçova, Ura Vajgorore, Berati, Poliçani dhe Skrapari, kanë ndërmend për të realizuar në projektin për një rilindje shqiptare në 4 vitet e ardhshme. Është një projekt shumë madhështor që në bashkëpunim me bashkinë është një projekt që është bërë, është dhe me kosto financiare, është bypassi i qytetit të Beratit, i cili ka dhe koston financiare, po është më se i domosdoshëm për këtë qytet vlerash, për këtë qytet me kaq mundësira për fushën e turizmit, ku, siç e shpjegova dhe në fjalën time, të gjitha maunet e mermerit kalojnë në qendrën historike të qytetit dhe ky bypass është i domosdoshëm jo vetëm për të anashkaluar qendrën historike dhe muzeale të Beratit, po dhe për të vazhduar atë premtim që dhe kryetari i Partisë Socialiste i ka bërë që në vitin 2009 që ne qarku të Beratit do t'i çajmë rrethimin dhe do ta nxjerrim ke 3 urat nëpërmet. Ky është premtimi që është bërë dhe është një domosdoshmëri tjetër dhuratar. Për sa i përket mënyrës së bërjes së këtij bypassi, kjo ka dhe një favor, sepse ne aty në një ambient publik na shtohen 40.000 hektar tokë, për të cilët do të jetë një frymarrje për qytetin e Beratit për të bërë një zonë kreative me qendra shplotshme për qytetarët dhe për disa godina që do të jenë për bashkinë, për qarkun dhe si qendër administrative. Pra është gjithë ajo zonë jeshile që është dhe studimi gati. Normalisht kemi dhe qendrën e Beratit që duke parë që të gjitha mundësitë tona janë, duke pasur malin e Tomorit dhe duke pasur gjitha të gurë aty, duke filluar nga stadiumi dhe duke filluar ke ura Pasarel, do të bëhet një qendër e mrekullueshme, kreative, me stola, me ndriçim, që qytetarët do të kenë mundësi për të lëvizur